24, kam dy pyetje. Ditën e djeshme është publikuar një lajm në lidhje me kryebashkiakun e Shkodrës, Benet Beci, i cili prej tetorit thuhet në një dokument publikuar është në ndjekje, pra është marrë si pandehur nga SPAK, por që lajmi nuk është publikuar pra asnjëherë përpara zgjedhjeve. A keni ju dieni në lidhje pra konkretisht me këtë veprim që ka ndërmarrë SPAK-u ndaj tij, apo edhe ju dje keni mësuar? Sigurisht që lajmi u mbajti fshehtë nga fillimisht Arben Kraja, që është bashkhajdut në këtë rast, bëri gjithçka që kjo çështje mos mbyllej, por kjo çështje ishte shumë evidente. Mund të them se e kam denoncuar si fakt në mënyrë të përsëritur. Por ajo çka është e vërtet për Becin përdoret si limoni shtrydhur dhe flaket. Vodhen zbashku me të dhe e flakin tani. Kjo është e vërteta, sepse të kujtohet ty profesorët e Harvardit, i patën botuar mediat, dhe tha, po mira ata marrin kaq, po ne dy çfarë do marrim, pyeti Beci. Ne që jemi të Harvardit, tha, çfarë mbetet për ne? Njëri nga ato.